Në një atmosferë të mbushur me emocion dhe reflektim u promovua libri Po ku je Ibrahim Rugova i autorit dhe publicistit të njohur Namik Selmanaj, i cili deri më tani numëron rreth 49 vepra letrare. Përmes krijimtarisë së tij, Selmanaj ka trajtuar me ndjeshmëri tema kombëtare, njerëzore dhe historike, duke sjellë një kontribut të çmuar në letërsinë shqipe. Vetë titulli i librit ngjall emocione të thella dhe reflektim, pasi emri Ibrahim Rugovës mbetet një ndër figurat më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Në fillim të promovimit, fjalën e hapjes mori Genc Ademaj, nënkryetari i komunës së Istogut, i cili theksoi rëndësinë e këtij promovimi, duke u shprehur se sot jemi mbledhur këtu me një domethënie të veçantë në vendlindjen e presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, për të promovuar rrugëtimin krijues të shkrimtarit dhe publicistit Namik Selmanaj. Sot jemi mbledhur në këtë vend me domethënie të veçantë në vendlindjen e presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova për ta promovuar veprën dhe rrugëtimin krijues të shkrimtarit dhe publicistit Namik Selmanaj. Është një nder i madh që një autor shqiptar i cili jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që me zemrën e ka gjithmonë pranë kombit dhe kulturën shqiptare. Ka zgjedhur pikërisht këtë vend për të ndarë krijimtarinë e tij me lexuesin shqiptar. Sot përmes këtij promovimi, ne jo vetëm që nderojmë një autor të palodhur, por gjithashtu kujtojmë rëndësinë e librit si mjet i dijes, i kujtesës dhe i bashkimit kombëtar. I dashur Namik Selmani, ju faleminderit për kontributin tuaj të çmuar në letërsinë dhe kulturën shqiptare. Ju urojmë suksese të më të tjeshme dhe sa më shumë libra që të shërbejnë brezave të ardhshëm. Lavdi veprës dhe kujtimit të presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, nderim për krijuesin shqiptar kudo që jetojnë dhe veprojnë. Ju faleminderit. Më pas drejtoresha e kulturës, Era Rexhaj, u shpreh se është një kënaqësi e veçantë të marrë pjesë në promovimin e një vepre me titull kaq domethënës, duke theksuar se ky libër pasuron jetën tonë kulturore dhe shpirtërore. Është kënaqësi e veçantë që sot jemi bashkë në promovimin e këtij libri me një titull të veçantë Po ku je Ibrahim Rugova, një vepër që pasuron jetën tonë kulturore dhe dëshmon fuqinë që ka fjala e shkruar për të ruajtur identitetin dhe vlerat tona. Komuna e Stogut çdo herë do vazhdoj të mbështesë aktivitete të tilla, të cilat japin rëndësi kulturore. Autorit i urojmë suksese të mëtejshme në krijimtarinë e tij dhe besoj shumë që ky libër do të gjejë vend në duar dhe zemrat e shumë lexuesve. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Në vazhdim fjalën mori drejtori i klubit letrar Podguri, zotri Nureddin Imeraj, i cili prezantoi biografinë e autorit duke ndalur me kujdes në rrugtimin e tij të gjatë dhe të pasur letrar. Ai theksoi se Namik Selmanaj është një nga zërat më këmbgulës të letrave shqipe, i cili përmes veprave të tij ka arritur të ruajë dhe të përcjellë vlera të rëndësishme kombëtare dhe njerëzore. Fillimisht duhet ju përshëndes gjithëve prezent, në veçanti miqt e klubit letrar Podguri që nuk janë të pakt dhe ky eveniment po organizohet ndoshta për herë të parë që kemi aplikuar në mes drejtorisë së kulturës dhe klubit letrar Podguri në Istog promovimin e librit të zotit Namik Selmani. Ishte nder kur Namiku u lajmëru dhe me morën telefon, sepse nuk është hera parë që Namik Selmani është në Istog. Namik Selmani ka marrë pjesë edhe në konferencën shkencore të vitit 2016, që e kemi marrë në Istog me më shumë se 18 kumtesa. Dhe gjuha e kemi pas dialektet, gjuha standarde dhe dialektet, kon tema bashkë. Ku Namiku ka performu me një temë shumë interesante dhe që na ka shërby për punë më të tjeshme dhe për njohjen e shumë gjonave tjera që i ka prezentu i nderuari që sot e kemi këtu prezent. Këtu kisha mi përshëndet shumë, por mes të klubit nuk kom qarë pa i përshëndet, si shoqatën e shkrimtarët 5 në krye me Sat Losha e kemi këtu, që kemi një bashkëpunim thukt me ta, dhe bashkëpunim gjatë.
Idris Gashin e kemi këtu, një shkrimtar i shumë veprave që jeton dhe vepron në Suedi. Kemi veprimtare Milazim Maraj, Ajete Pavataj, Demlushaj, e shumë të tjerë, por në veçanti do ta përshëndes Arlinda Shoshin, drejtoreshën e Onyxit në Baj, cilën e kemi shumë këtu prezent, dhe me një kujdes të veçantë si sponzore po thuj e rregullt e klubit letrar Podguri në Istog. E falenderojmë për pjesëmarrjen. Një përshëndetje tjetër dërshkon për Evelina Avaza, e kemi këtu Evelinën, e kemi nga Prizreni, është inxhiniere e pylltarisë që punon në Ministrinë e Pylltarisë, por nuk ka vetëm inxhiniere e pylltarisë, por është edhe shkrimtare. Shkruan për fëmijë, shkruan për botën, për florën e faunën, që i ka edhe profesion, por edhe një veçanti që karakterizon femrën, është se është e vetmja gjuetare e licencume në rajon. Dhe thotë si femër. E falenderojmë shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit. Unë qëllimi im i fjalës është që 2-3 fjalë t'i lexoj për shkrimtarin fjalë që i kemi këtu dhe të njihemi pak kush është Namik Selmani. Namik Selmani ka lindur me 18/11/1950 në fshatin Dinat të rrethit të Sarandës. Ka mbaruar shkollën e mesme pedagogjike Luiz Kurakuqi me 1968 në qytetin e Elbasanit dhe mëtej ka mbaruar studimet e larta në Fakultetin Histori Filologjisë në degën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në Universitetin e Tiranës. Ka punuar prej mbi 46 vite si mësues, do të thotë kemi edhe kolegë, unë dhe shumë tjerë këtu, i Gjuhës dhe Letërsi Shqipe në disa shkollat mesme, kryesisht në rrethin e Beratit. Tash është në pension, jeton mes Tiranës e Bostonit. Krimtaria letrare e tij është shumë e pasur dhe e larmishme. Ajo përmban deri në 77 libra dhe mes të cilave 25 janë vëllime me poezi, duke përfshirë edhe disa antologji vetjake për qamërinë. Martin Dibrën, e ka thënë këtu presje, mjaft librat e tij, Martin Dibrën, mjaft libra janë ribotuar apo edhe janë botuar në anglisht. Për më shumë, se për më folë për Namik Selmanin, duhet një libër sigurisht, për punët që e ka bërë deri këtu, në shumë vende, edhe në Ballkan, edhe në Evropë, edhe shumë tjera, këtu është një pasqyrë e libra secili veç e veç çka ka botu Namik Selmani. Ashtu. Do të thotë edhe aty ka, do të thotë sot kemi të bëjmë me një shkrimtar për mosa të gjëra kombëtare dhe ndërkombëtare. Më pas fjalën mori poeti në Kilulaj, i cili solli para të pranishmeve disa vargje të përzgjedhura nga krijimtaria e autorit Namik Selmanaj. Me një interpretim të ndjerë dhe plot emocion, ai arriti të përcjell thellësinë e mendimit dhe ndjeshmërinë që karakterizon veprën e autorit. Do ta filloj me këto vargje. Istogu, shtëpia e patriotizmit. Meditim për librin Pokuje Ibrahim Rugova e autorit Namik Selmani. Vetëm disa kilometra largë Bërliqit, vendlindjes time dhe Pejes, për herë Istogun e kam pasur shtëpinë time të dytë. Në gjithë rrugtimin tim që kam bërë në Kosovë, Evropë dhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për herë më ka mbet një shami, shall i bekuar i Istogut. Se në jetën time e kam lidhur atë me vendlindjen e herojt kombëtar profesor Dr. Ibrahim Rugova. E sot, nga kjo foltore, them sërish se këtë rrëfim të sinqert, po jam shumë më tepër i emocionuar se po bekoj librin e mikut tim të kahershëm dhe mikut të mjaft familjeve nga Kosova, i cili e ka bërë jetën edhe e ka bërë çdo vendlindje tonë e ka bërë si me pas të vetën.
Para pak ditësh e përjetova një emocion të njëjtë në hotelin Rozafa të Shkodrës, ku me mjaft personalitete dhe ambasador të paqes vlerësuan këtë libër si një dhuratë të çmuar kombëtare. Nuk munda do të isha fizikisht në komunën e Pushtërës dhe atë të Frizajit, nga që u bë prodhimi këtij libri. Është bukur mirë të kuptojmë simbolet e kombit ton, ata të pushkës dhe pendes, ata të politikës dhe diplomacisë. Rrugovën e patëm edhe të diplomacisë, edhe të pendes, edhe mendje driturin e kombit. Kosova jonë ka patur dhe do të ketë nevojë për frymën rrugoviane, gjithmonë, i cili në këtë libër na sjell shkrimtari Namik Selmani. Është një buqet me poezi, poema, kujtime të bashkëautorëve, nga se edhe unë jam pjesëmarrës në këtë libër të nderuar, dhe është për kryetarin e parë historik të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Një jetë me shkronjash, të dashur bashkëmbas, motra dhe vëllezër. Sot në qytetin e Dr. Ibrahim Rugovës, pra në Istog, po promovohet libri Pokuje Ibrahim Rugova. E punuar në punë titanike, 20 vjeçare e punuar nga shkrimtari Namik Selmani. Ky libër ka një rëndësi të veçantë kur shkruhet prej një autori qam, i cili jeton në mes Tiranës dhe Amerikës. Libri për Dr. Ibrahim Rugovën është një risi e vërtet. Nuk ka sot në troje shqiptare një libër kaq të plot, të dobishme me poezi, kujtime, përshëndetje, fotografi dhe shkrimet e tjera që shkruan për Rugovën. Për këtë vepër, autori i është dashur një punë 20 vjeçare, një punë shumë e seriozë. Në librin Pokuje Ibrahim Rugova, shkrimtari qam shpalos një ide botë imaginative dhe shumë reale, e cila rrit dhe zgjerohet në një mendim të jetë intelektual dhe meritor. Rritja, jeta, puna, arsimi, angazhimi, qëndrueshmëria, kryenësia e kryetarit, guximi, stoicizmi, këmbgulësia e një burri të mirëfill, siç ishte Ibrahim Rugova, është vështirë sot të gjendet në të gjitha trojet tona shqiptare. Ai ishte i veçantë, ai kishte diçka hyjnore, të cilën vetëm ai diti të na sjell këtu ku jemi sot. Edhe pse koha ka bërë ecjen e saj, vepra e tij nuk do të shuhet kurrë. Ajo vijon të kumboj në largësi, duke përquar melodit e pa shtrishme ndër gjenerata dhe breza që po rriten. Kujtoj mendimtarin Franz Kafka, i cili thot, një libër i bukur është si një sepat që çan detin e ngrirë. I tillë ishte Rugova. Pra, mençuria e Rugovës dhe pushka e Uçekes, Dardanin ton e solli sot ku jemi, lirinë e përhershme. Pra, një çudi e botës është çudi që ushqen shpirtin, të bukurën dhe librin. Andaj, Ibrahim Rugova mbetet i thari kryesor, fanari i pashtershëm i gjithë kombit shqiptar. Edhe këndaj kufive dhe andaj. Dhe krejt në fund, të gjithë ata që janë përkrasit e ides rrugoviste, do të kisha bërë apel që ky libër i bukur t'i mbledhim forcat dhe t'a botojmë edhe në gjuhën angleze. Nga se ka që ka lexojnë edhe anglezët që jetojnë në troje tjera. Ju falenderoj për dërimin, ju falenderoj për mikpritjen, për interesimin tuaj dhe ndina krenar që jam sot në mesin tuaj. Ju falenderit. Në kulmin e këtij promovimi, fjalën mori vet autori Namik Selmanaj, i cili mes emocionesh të thella falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e vazhdueshme ndaj krijimtarisë së tij. Ai u shpreh se kjo vepër ka lindur nga ndjenja e brendshme e përgjegjësisë dhe reflektimit
ndaj figurës së Dr. Ibrahim Rugovës. Vet autori theksoi se peshën dhe përgjithësinë e fjalës në këtë vepër ndau me audiencën fragmente, rrëfime, reflektime të mbushura me histori, intelektualitet dhe ndjenjë të thellë kombëtare. Në jetën e përditshme të një shoqërie njerëzore, duke përfshirë dhe historikun, njeriu duhet të japë dhe të marrë borxhe. Për të mos krijuar keqkuptime, shpesh për borxhin shkojmë te noteri, edhe firmosim me firmë vul që kemi marrë kaq para ose këtë gjë dhe do të japim kaq para në kohë të caktuar. Këto borxhe shpesh e gjen zgjidhjen e tyre. Po borxhi fjalës së pasëm është nga borxhi që asnjë noter nuk ta firmos ashtu siç duhet. Borxhi fjalës në këtë ditë të bukur është kaq i rëndë sa nuk ka forcën e kularit të një kau që shkon te braza, po të mbetet brenda vetes si një peshë e rëndë që ti kërkon ta kesh të rjetën dhe nuk kërkon ta heqësh. Ra ky bor, ra kjo ditë dhe u pam. Duhet të citoj pak Kaderen. Kisha një lloj kur e nisa librin e Ibrahim Rugovës 20 vjet më parë dhe bëri një ese Dhimbja Lokëmadhes, gati populotësh, më duhet ta përjetoja dhimbjen e humbjes së heroit, një humbjes fizike po jo shpirtërore, me ca lotë fshehura burri, edhe burri qanë. Ka i vjen dorë nga gratë, si po qanë qa burri ti që po qanë. Edhe burri qanë. Qanë nga dhimbja, ka nga gëzimi, edhe pse të lotët janë brenda gjoksit si ca prejnë të vegjël, që vetëm ai di se nga lindin dhe ku shkon uji i tyre, se jo ujë se tek drini. Besoj se të gjithë ne sot bëhemi si thrimet e kujtesës për Ibrahim Rugovën. Po para një mali të lartë kujtese, të gjithë jemi thrime, por gjithsesi jemi pjesë e kujtesës. Dhe në mënyrë të ndryshme, gjuhë këtë kujtesë, secili për nesh, të ketë atë simbolikën e një kalaje. Është pak e dhimbshme që kombi shqiptar ka kala në breg të detit. Dikush nga ju ka shkuar në Kavaj, në Bashtovë. Mund të ngresh kala në Kruj, mund të ngresh në Shkup, ka kala, mund të shkosh në Prizren. Po si mund ta mendosh ti thuash një huaj që ne kemi ngritur kala në breg të detit, ku nuk ka asnjë shtëpi dhe asnjë gur. Besoj se dikush e ka parë kalan e Bashtovës. Një kala mund të mos rrezohet nëse ti heq asaj një gur, qoftë gur i madh, pa le një gur i të vogël. Por nëse kësaj kalaje i vë një gur të madh, çfarë do ndodhë me të? Ai do bëhet më fort. Dhe do thojë që kalaja rugoviane është një kala e madhe ku secili për nesh në pamundësi për të bërë libra, se gjithë bëjmë libra, po të jemi rugovian çdo ditë, çdo moment të mesazhit të urtësisë së tij. Edhe pse koratikën ngjan si ato meteorë që të mbeten në sy, po meteorë brenda vetes. Vin nga Vushtria, vin nga Ferizaj, nga hoteli Rezafa, por takimi i Stogut më duket se është një takim shumë emocional dhe shumë gjithëpërfshirës. Jo vetëm pjesë i Stogut, po edhe të miq të ardhur nga Prizreni, nga Peja, edhe nga gjithë, po themi, një shqiptarizëm i vogël brenda kësaj salle. Libri për Ibrahim Rugovën ishte si një nevojë, ndryshon krejtësisht në përmbajtje. Dikush që të marrë ta shikoj. Ne dim që Ibrahim Rugova ishte një akademik gati i lindur të thoja. Por erdhi një moment që një nga thënjet e mençur që unë kam aty në libër, që ka thënë na 5 thënjet e tij, ishte kur i than pse po merresh çdo të ri me luftën, ju jeni akademik, ju mund të shërbeni këtij kombi me mençurinë tuaj, edhe zakonisht akademikët kanë një jetë më të gjatë nga se luftëtarët. Kur kombi im ka nevojë për lirin, unë do merrem me lirinë e tij. Thaj, dhe më duket se edhe këtu ishte madhështia e Rugovës. Në mënyrë të veçantë duhet të bëj disa falënderime. Së pari, megjithëse kam shkruar, duhet të falenderoj komunën e Stogut, kryetarin dhe nën kryetarin, i cili sot duhet ja përcjellë kryetarit, për këtë ngrohtësi dhe për këtë komunikim për librin që besoj se do jetë pjesë e bibliotekave, jo thjesht të akademive, se sa të njerëzve të thjesht. Duhet t'ju them një fakt pak të hidhur, le ta themi të jemi pak të drejtë për drejtë. Në Tiranë është një shkollë që quhet Ibrahim Rugova.
kur kalojmë diku në përmale, kalonim dhe shikonim në malet e Pukës, dikush ka ju shumë që janë pak më të moshuar, e kam prekur Shqipërinë në malet e Pukës, ku do bëj 7 orë rrugë, edhe i këputur, i lodhur. Nëse sot për 2 orë në autostradën që ka emër Ibrahim Rugova, jeton sikur na ka hedhur krahët. Ecni shqiptar të mirë. Ecni në emrin tim, e bukur. Një nga meritet e këtij takimi është zoti Nuradin, i cili i bëra pak shaka para se të filloja, nëse zakonisht njerëzit i paraprin jetës së tyre me të ardhmen. Ai ka lindur për lider. Të jesh lider në një Shqipëri ku gjithë duan të bëhen lider, është pak e vështirë të jesh lider mbi liderit. Po Nuradini e merr këtë diplomë edhe pa ja dhënë unë. Ja ka dhënë koha. Këtu në Istok, miqve të rrugovis të Istokut. Mos me mbyllni syt në këtë gjelbërim Istoku në maj. Ku Istoku i bukur, po më zgjat ka krahët me mall, që nga një tjetër mëkat në këtë jetë mërkimtari, që nuk e kam prekur më parë këtë qytet dritë. Mos më shikoni të lutem me sytë e çuditës njerëzore, që po ndodh. Ku e prek çdo gur e çdo gjethë në stërkalimin e dririt. Ç'është ky sofër urimbardh me dritë hyjnore që më bëka në tryezë për jatar i urimit. Ju lutem vëllezër, edhe ju motra, mos ma fshini lotën e gëzimit që po merr Katrini. Me mirësinë rrugoviane të Istokut, po më rilind çdo fjalë. Heq na që nga kjo fjongo lumturimi, më pas ka bërë bashkë si krye krushk që tasmon në ujvar. E dua të bëhem në Istok një plet mes gjelbërimit, të fluturoj në oqeane e të bëjmë vëllëze me rreze dielli, të fluturoj në këtë oqean me ngjyra dhe me aroma e të vrapoj pas varkut si qenj që gjumin matrasoka. Këtu në Istok nuk ka katedra, profesor, kur dalin dhe hyn me dosje, me projekte dhe me buzëqeshje. Këtu në Istok të shtohen 10 vete që jeta të ofron, ku fjala vihet në kandarin e risimit dhe të së nesërmes. Tani këtu ka diçka që nuk shkon në komunikime të tilla, të bëhemi pak njerëzor. Do thosh ne jemi mbledhur e po dëgjojmë Amigo, po dëgjojmë Nekiun, po dëgjojmë Nuradinin, në një mënyrë me preshtime të rralla që Nuradini një pak më parë, ne nuk e njohim librin. Dhe çfarë bëjmë? Dëgjojmë çfarë thot Amigu, dëgjojmë çfarë thot Esati. Pra ka diçka që nuk shkon. Normalisht libri duhet të ishte lexuar parë, edhe njerëzit të gjikonin se të kujtonin. Gjithsesi, Rugova është një libër i hapur për të gjithë. Varet se kush ka dëshirë ta lexojë, dhe më tepër dhe kush ka njëri që ta ndjek. Meqense kemi edhe pejen, dje na priti kryetari i Komunës 5, edhe një rrugovdashës që ja ka dhënë notën kohë, nuk ja vë dot notën unë, nuk kam fuqi të vë notën Gazmen Muhaxherit për rrugovizmin. Por besoj se shumë nga ju e njohin dhe në mënyrë shprehje e njohin, duke i komunikuar dhe një poezi në librin tim Jam shqiptar në trojt e mia, ku janë gjithë qytetet shqiptare që nga Tuzi, nga Presheva, nga Struga, Elbasani, Kavaja, Shkodra, kam një poezi për pejen. Më lejosh kryetar të lexoj këtë pjesë? Po, faleminderit. Ti je kryetari. O Mojzana e Kosovës. Lirik për pejen. Mes një lumi grykët vipes, vrik po bëhem lodërtar, e po marr një vallë shpatash, si ku qellin e bëj zjarr. E po los me ortek bore, si të isha kreshtik pralle, në pasqyrë ku më sheh bjeshka, e hedh hesin plot me halle. Këmës bathur shkoj mes grykës, bëjmë miko me Shqiponja, a mos vallë këtu një zbota, po ma thoka sot Rugova. Me shkroj Shqipjen,
po bëj besën gjunjët ullë në një ugar, kur nis këngën ma e krahu, mos më fol, se jam i marë. O që në qenke, zanë Kosove, o kuror, bukurie, që të ishë kë botë madhe pa Kosovën, pa Rrugovën dritë hire, në përhodet e kuvendit, po prek djepin kufrin foshnja, ma ndritoka i stogun dhe peja po ma shtron qaj në sofra. Këtë zjoj gjithë dashurit, në përkullat me tymtar, një duhan në ndroj me bacën edhe zemën e bëjstral, por me shkendit shkoj me zgrykës cjelluri për qamërie, zjo prej, jem e spes dit magjie. E po shtrëngoj një baston lisi, shkoj heshtën për varre, e zjo thella manetet në përkullat flamurtare. Në përpeje në dritë livadhi, në çdo hap marhie princi, por mbi flokun si një bardh, sy për lotur u displisin. Bajm krushk që mbaj bajrakun e përqafe me mentar, vargu bëhet frym për lule, hapi bëhet troke zjarë. Me kalshale shkoj në bog, ndalem tej në gur të kuq, për mpishet kjerpik plerta, në përdek vë një flamur. Në përdas më hapak fli, bajm deti mirësis, po përmendem me thëllëza cep më cep me skaltërsis. Me një kupë birë peje, më pret miku në një prag, që ma të rezove gjumin peji, që ma të rezove këtë vargë. O Zoti madh që ke bërë botën, sy të bukur mos me merë, se për herë të fundit, të shoh një lumë në pejë. Mysafire speciale në këtë promovim dhe në fund të promovimit ishte edhe Qibrie Hoxha, e cila u shpreh se ndjej kënaqësi dhe privilegj të jem sot në këtë mes, pasi mërgjintare të viteve të 90-ta këtë moment vetëm e kanë ndëruar dhe nuk e kanë menduar që dikur do të bëhet realitet. Përshëndetje për të gjithë, është kënaqësi edhe privilegj për mu të jem në këtë mes, se që ndoshta si mërgjimtare viteve të 90-ta veç ka mujt me ndru. Ne kemi shku në Suedi në vitin 1989, nga Prishtina, me bashkëshortin dhe 2 fëmijë. Të dytë jemi inxhinier të diplomuar të teknologjisë në Prishtinë. Dhe kur kemi shku në Suedi, ka qenë kohë e keqe, atër ka qenë kohë e rëndë, sepse ishim përndjekur. Të dytë, si udhëheqës të unë në laboratorin Rami Sadiku në Prishtinë dhe bashkëshorti im në Kishnicë. Dhe u detyruam të ikim, pa e ditë kërkush, pa e ditë prind temi, pa ditë vetëm me 2 fëmijë në trenin që na ka çu deri në Stockholm për një 2 ditë e gjys. Tu kalu në për Beograd dhe të merret që kemi kalu. Këto janë gjanët të cilat i kalojnë pjesa dërmuese e shqiptarëve, janë shumë e vetëdijshme. Dhe gjatë viteve të 90-ta jemi në koordinim me presidentin Rugova dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës në Prishtinë, jemi angazhu të dytë prej ditës parë kur kemi shkel në Suedi për organizimin e bashkëdhetarëve atje. Na takoj disi na ra neve kise me u marrë me atë punë sepse ishim intelektual dhe na nuk kemi shku për me punu as për me fitu. Dhe kjo ka zgjatë 10 vite. Bashkëshorti im ka qenë kryetar i Komisionit për informim drejt për drejt i lidhur me Qikun. Unë kam qenë krahti vazhdimisht. Kemi qenë, kemi hapë në ndegën e Lidhjes Demokratike në Stockholm dhe kemi qenë antar të kryesisë LDK-s prej fillimit, Për ato 10 vite puna më e rëndësishme që kemi mujt me e bë ka qenë informimi i opinionit suedez i qeverisë parlamentit dhe bile deri te mbretënia suedeze me informacionet që i kemi marrë prej bashkëpunëtorëve tonë që nuk jetojnë më në Vermalokut dhe Xhemal Mustafës. Kemi qenë bashkëpunëtorë të ngushtë të tyre. Gjithashtu nga largësia kemi qenë bashkëpunëtorë të ngushtë dhe të presidentit Rugova deri në ardhjen e tij të parë në vitin 1994. Unë edhe bashkëshorti im, me qenë se kemi qenë në qendër, në Stockholm, kryeqytetin e Suedis, neve na ka rahise me u marrë me organizimin, organizimin qendror, ndërsa bashkëdhetarët tonë ju e dini jetojnë në jug të Suedis, janë ma tepër të koncentruma ne, kështu që neve na ka rahise me u marrë me organizimin qendror. Që kjo do nësot se
puna jonë ka qenë me informu opinionin suedes për situatën në Kosovë. Atëherë në Suedis kanë pas ditë bashkë kur gjohë për Kosovë se qa po ndodhë. Me qenë se ju e dini se miqësia sërbe me mbretnit e atëhershme kështu ka qenë shumë e madhe dhe ka qenë tepër një mur jashtëzakonisht i madh për me mujt me dëpërtu me njoftu opinionin suedes që po vritemi na këtu, se na s'po vrasim kërkend. Edhe, do me thonë, kjo ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe për cilën kemi punu për 10 vite, po thëmë koordinim gjithmonë me lidhjen demokratike këtu me presidentin Rugova edhe me qendrën informative të Kosovës në Prishtinë. Për 10 vite na nuk kemi mujt më ardhë, për shkak se presidenti na ka sugjeru mos me shku, për shkak aktivitetit që kemi pas, se qendra informative në Stockholm ka qenë qendra informative ma e fortë në bazë të gazetës Borba, atëherë të Beogradit, që aty do me thonë rreziku pas ka qenë ma i madhi për në atë kohë, sa i përket organizimit. Kështu që mas 10 viteve për herë të parë kemi ardhi, kemi pru fëmijët, edhe kemi fillu një jetë në Prishtinë, unë e kom metë në Prishtinë, sepse presidenti Rugova më ka propozu për deputetit Kuvendit Kosovës, kam pas nderin dhe kam qenë për prej vitit 2004 deri në vitin 2007, kam qenë deputete dhe pastaj pas shkumjes në amshim presidentit, kam detë edhe një disa vite me ndihmu pa Kosovë dhe jam këthy të familja, se familja më ka metë në Stockholm. Dhe do me thonë, kjo veprimtari nuk ka pushu kur deri më sot. Unë jam kryetare një degje në Suedi, edhe po mendoj edhe një vite diçka edhe besoj që përfundojnë këto procese pozitive në LDK, dhe nuk nalem jasnëherë. Do me thonë, veprimtaria vazhdon. Unë mundohem se na kam bet ajo puna informimit, mundohem në përmes të informimit me informu opinionin, do me thonë për zhvillimet që përbahen, edhe sigurisht se si LDK-iste, edhe si demokrate, si një njeri që vi për një familje antikomuniste, unë jam i thare e aliancave euroatlantike dhe sidomos amaneti që na kalon presidenti me aliancën tonë ose miqësinë tonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për mua, po shoh edhe miq pas na ju përshëndes. Për mua është një privilegj jashtëzakonshëm që me mikun dhe poetin e madh shqiptar Namik Selmani kam kontakte dhe kam biseda miqësore të cilat ma fladitin shpirtin gjithmonë, i cili në mënyrën e vetë edhe më këshillon se si është ma mirë me punu, edhe më këshillon edhe më jep kurajo për të shku ma tutje, sepse natyrisht sfidat janë të mëdhaja si një aktivist politik, nuk janë të leta. Nuk janë të leta për arsyna shumë të ndryshme, edhe për fat keq edhe për pak përçarjeve që i kemi pas, po besoj që tash jemi mirë dhe unë shpresoj që Kosova do të shkon drejt rrugës të cilën e ka zgjedhur populli vetë. Dhe ju faleminderit shumë se shumë e zgjata, po u ndiva tepër jashtëzakonisht mirë dhe e privilegjuar. Ju faleminderit shumë gjithëve. Aktiviteti u përmbyll nga drejtori i klubit letrar Pullguri, Nureddin Imeri, i cili falenderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen dhe kontributin në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore. I falenderoj gjithë ata pjesëmarrës që janë kanë ftuar nga ona e klubit dhe kanë marrë dhe kanë ardhur, kanë gjetë kohë të vinë, i falenderoj shumë. E falenderoj nën kryetarin e komunës, i cili gjeti kohë edhe përkundër angazhimeve që i ka në komunë, gjeti kohë të jetë gjatë gjithë kohës të jetë me ne. E falenderoj drejtorin e arsimit, Naim Belulin, faleminderit Naim që ki gjetë kohë më ardhur, TV Fontanën, se zeshën nuk muj me harru se gjithmonë prej themelimit të klubit është me ne, drejtorët e shkollave, Skenderin Poshatje, Hysnin, drejtorin e shtëpisë kulturës në Stog, shefqet, servete e gjithë ju që keni gjetë ku Hysen Agim, djalit dëshmorit Baram Hoxhën e kemi aty, djalit dëshmorit Agimin, edhe gjithë ju tjerë që keni gjetë ku, po edhe në këtë rast edhe rejën time i jetën po e përshëndes, që më ka një mund këtë aktivitet. Faleminderit Jeta, drejtorisë e kulturës, faleminderit Namik Selmani, që na ke rregullu ditën dhe
na ki pasqyru figurën e Ibrahim Rugovës, sepse kur Ibrahim Rugova, për Ibrahim Rugovën, në fakt, flet dikush që nuk ka jetu me një stëg dhe e nje ndoshta ma mirë se disa nga ne, atëherë është vlerë. Faleminderit shumë. Libri Po ku je Ibrahim Rugova dhe fjala e autorit Namik Selmanaj rikthyen në vëmendje vlerat që na bashkojnë dhe figurat që na lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë, si Dr. Ibrahim Rugova. Ky promovim dëshmoi dhe njëherë se letërsia mbetet një nga format më të fuqishme për të ruajtur kujtesën kolektive dhe për të ndërtuar ura mes së kaluarës dhe të ardhmes.